Edhe 2 javë më parë u konfirmuan raste të reja të baktive të prekura nga sëmundja e ruminantëve të vegjël, por qytetarët nuk duhet të friksohen nga konsumi i mishit. Kryeveterineri Mark Preçi bën me dije se mishi që është i pajisur me vulën veterinare është i kontrolluar dhe i sigurt për konsum gjatë ditëve të festës, prandaj nuk duhet të ketë pikpyetje të tilla në prag të Kurban Bayramit. Të gjitha lëvizjet e kafshëve të imta janë të bllokuara në qarkun e Shkodrës. Nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta dele dhe dhi nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, nga ferma në treg. Arsyeja është se duke kufizuar lëvizje, kufizohet edhe përhapja e smundjes. Por të kuptojnë domethënë fermerët dhe konsumatorët, është e lejueshme lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në thertore. Natyrisht gjithmonë të pajisur me certifikat veterinare. Certifikata veterinare është dokumenti që vërteton se kafshët janë të regjistruara, janë të matrikuluara, janë të shtënshme dhe nuk përbajnë asnjë problem për konsumin. Preçi bëri edhe një përmbledhje të gjendjes aktuale të sëmundjes në qarkun e Shkodrës, duke theksuar se nuk ka vatra të reja të shtuara, përveç 2 tufave që tashmë janë zgjesuar. Që nga data 13/5, kur është konfirmuar rasti i parë me sëmundjen e mortajës së ruminantëve të vegjël, aktualisht nuk kemi asnjë rast të dyshuar apo rast pozitiv. Ne vazhdojmë të zbatojmë gjitha programet e miratuara për këtë qëllim, që janë parashikuara në strategjinë për trajnimin e sëmundjes së mortajës së ruminantëve të vegjël. Vazhdojmë me monitorimin e fermave në rrezikun 3 dhe 10 km. Dhe nga përgjigjet e rinjve që kemi marrë nga ISUVI, deri më sot nuk kemi asnjë të dyshuar si rast pozitiv. Unë kam parasysh domethënë që ngarkesa me kafsh në zonën e infektuar është e tillë që nuk e jep mundësi që të përhapet kjo sëmundje, edhe me masat që po merren me kufizimin e lëvizjes kafshëve, shpresoj që të mos kemi vatra të reja. Qarku i Shkodrës është prekur ditë më parë nga sëmundja e ruminantëve të vegjël dhe deri më tani janë zgjesuar 120 krerë dele në fshatin Mali Gjymtit në njësinë administrative të Dajqit.